Në një moment ku sytë të gjithë shqiptarëve janë kthyer drejt sfidës delikate dhe historike ndaj Serbisë, sulmuesi kombëtare skuqezi Yasir Hasani ka rikthyer buzëqeshjen në fytyrat e tifozëve të Gwangju-s në Korenë e Jugut duke shënuar një gol pas një periudhe të gjatë heshtjeje. Minuta 44 e përballjes ndaj Daegu u shënua nga kthjellësia e Hasanit nga pika e bardhë e penalltisë, një sinjal i qartë se forma e tij është ende aty pavarësisht disa javëve pa gjetur rrjetën. Ky ishte goli i parë për ansorin e krahut të djathtë që nga data 12 mars 2025, kur kishte shkëlqyer me 2 golësh kundër Vissel Kobe në ndeshjen e fazës së grupeve të Ligës së Kampionëve të Azisë. Për një futbollist ofensiv, një pritje prej gati 3 muajsh për të shënuar është psikologjikisht e rëndë, ndaj ky gol ka ardhur si një frymëmarrje e nevojshme për 29 vjeçarin, por problemi vërtet nuk qëndron te forma e tij. Pyetja që tani lind është: a do të jetë Yasir Hasani gati fizikisht dhe mendërisht për supersfidën ndaj Serbisë të shtunën? Pas përfundimit të ndeshjes me Gwangju, Hasani do të nisë drejt Shqipërisë për fluturimin nga Korea e Jugut drejt Tiranës, përfshi një udhëtim të gjatë dhe të lodhshëm që zgjat më shumë se 14 orë, pa përfshirë ndalesa dhe akomodimin. Ai pritet të mbërrijë në Shqipëri me vonesë, teksa një pjesë e grupit të kuqezimëve po stërvitet prej disa ditësh në Durrës, ndërsa sot nisin zyrtarisht përgatitjet në Tiranë. Kjo vonesë ka ngritur pikpyetje reale për gjendjen fizike të lojtarit dhe mundësinë e aktivizimit të tij që nga minuta e parë ndaj Serbisë. Hasani ka mundësi të mos konsiderohet titullar për ndeshjen e së shtunës dhe përveç lodhjes fizike dhe vonesës, mund të jetë një vendim i arsyetuar me nevojën për ta ruajtur dhe rikuperuar plotësisht për sfidën e dytë ndaj Letonisë. Nuk ka dyshim se Yasir Hasani është një ndër elementët më kreativ të kombëtares shqiptare, me aftësinë në driblim, gjuajtje të fuqishme dhe vizion të mirë në pasim. Ai është shpeshherë faktori befasues në ndeshjet me intensitet të lartë. Goli i tij ndaj Polonisë në kualifikueset për Europianin 2024 është ende i freskët në memorien e tifozëve, një perlë që ngjalli shpresë dhe krenari. Gjithsesi, përballë Serbisë, një kundërshtar që kërkon presion të lartë dhe intensitet, stafi teknik i Shqipërisë mund të preferojë alternativa më të freskëta fizikisht dhe më të integruara me përgatitjet e fundit.